duhet me u shmangë. Në Slovaki janë kanë disa momente ku euforia, që shme thonë, ndikoj pozitivisht, edhe mreten me rikthy rezultatin edhe me kësi. Por tash duke qenë që natyra e kësaj ndeshje dallon dhe ti je vendas, nuk je të lujt musafir, edhe kujdesi gjithmonë për këtu ndeshjet që janë vendimtare, kujdesi duhet me qenë më i madh kur je vendas për arsye që edhe presioni dhe pritjet e publikut ndikojnë në krijimin e qasi atmosfere pak tensionuese, ndonse në pamje të parë duket që është entuziaste kësi, por brenda është një atmosferë që ndihet kështu ankth para lojës, ndihet edhe një farloj pasigurie dhe ajo tani mundet me reflektu. Nëse shmangët kjo në procesin e lojës dhe luhet një lojë e kujdesshme, atëherë konsideroj që kjo mund të lënë rrugë dhe gjasat do t'jenë kështu në qatë... Sa po shihni që po vendoset presioni shoqëror mbi lojtarët? Tash për shembull nëse kujtojmë dje kryeministri Kurti kishte vizitu, postoi disa foto, atëherë këtë gjë bën politika, pothuajse në secilin vend, e kujtohet Angela Merkel se si dilte prej zhveshtoreve, apo edhe raste tjera ish politikan ton. Pra kjo ndodh, po ai vendos më shumë presion apo ju jep më shumë zemër, apo si e kuptoni ju si sociolog? Pra, si ndikon, se kjo pyetja themelore është, si është ndikimi i euforisë së jashtme tek brendësia e ekipit tonë kombëtar? Po mund të ketë dy lloj ndikimesh në këtë rast. Unë konsideroj që prezenca aq me intensitet, me qujt ashtu të lartë në këtë rast kryeministit, ato përfaqësuesve të tjerë politik në hapësirën, në hapësirën ta quajmë ashtu private në aspektin sportiv, sepse aty po e shohim që po hyn në mesin e futbollistëve, po del për media, po del në tavolinë bashkë me përfaqësuesit kryesor të federatës e tjerë. Kështu që ose me përzgjedhjen edhe kësaj parandeshjes, atëherë kjo është diçka që është sfiduese në aspektin kështu psikologjik të rëndësisë edhe ngarkesës, edhe në shumë elemente tjera, sepse në një mënyrë krijon ngarkesë. Po në anën tjetër ka edhe diçka që po më duket lojtarët që vijnë nga diaspora, e kam një përshtypje se mund të jetë kjo është vetë sipërpasim, kur po i shohin që personalitetet drejtuesit e shtetit po janë prezent, po më duket që ata po kanë një farë ndikimi. Ndikimi pozitiv, po më duket që ata po e ndjejnë ashtu, se nuk gjykoj, po unë e kam pa në mënyrën se si pju qasin dhe pju foljen e tjerë e tjerë. Kështu do me thonë, këtu mund t'jenë dy ndikime. Në anën tjetër në aspektin profesional, prania e tyre konsideroj që nuk është e mirë, sepse krijon ngarkesë, shtesë, por në anën tjetër disa për lojtarëve mundën me pa ato si një farë lloj afërsie, një farë roli që pju jepet aty në një farë rëndësie, kështu që kjo i ka dy anë të veta. Tash nëse dikush si kapiteni thotë që lumturia më e madhe e shtetit mund t'jetë nëse kualifikohemi, a është kjo edhe një refleksion i kësaj që po flasim, pra që ata po e vrejnë, jo vetëm të çështja politike, se mos ta demonizojmë atë pjesë, unë kanë shku, por mos po e vrejnë mediatikisht, mos po e vrejnë që shoqëria është edhe në kaq shumë. Edhe mos kjo po ndodhë për shkak që tash nëse pak e politizojmë këtë muhabet, se edhe sporti ka shumë politikë në të, është se vendi ka nevojë për gjërat pozitive, gjërat të mira, se vendi po lëngon më shumë se një vjet e gjysmë pa një qeveri stabile, me zgjedhje të pasnjëshme, me telashe ekonomike, rritje të çmimeve, inflacion për ekonomi, goxha të le të themi të brisht. Tash nëse e rumbullaksojmë si pyetje, mos është kjo gjendja pra, psiqika kolektive, mos kam rrinë atë pikë ku ne po shohim edhe një farë shpëtimi prej futbollit, apo e komplikova si pyetje? Po, kjo është, do me thënë, sidomos sa i përket sportit në Kosovë, edhe në sportet tjera, si rastit e judo e tjerë, po tash ka fillu, ajo që ka ndodhur me judon, ka fillu edhe me futbollin, që është një shenjë që në momentet kur krizat sociale në vend po janë në atë kulmin e vetë. Për shembull, ata shkove të fundit po ballafaqohemi me rritje çmimeve, nivel kështu papunësisë, mungesë institucioneve në nivel qendror, dhe me thonë, po janë kështu disa probleme që ju mbo bashkë, edhe dyqysh po ndodhin dhe ngjarje si në sport, që po i relaksojnë pak situatat. Po jepin njerëzve një lloj shprehje me fol, me komuniku edhe
po fillojnë me undi prapë ma mirë, se ajo vrehet, dhe me thonë, vetëm nëse del në shesh, sot bashkëm ka ro kështu, se me ece dhe e pash një farë reflektimi, ndryshe një farë njerëzit, dhe me thonë, kryon shenja pozitive në rastin konkret sporti. E tash të deklarata e kapitenit, edhe ajo, unë e pashtë një deklarat që kogja kështu që se nëse e këqyrën pas pavarësis, do një ngjarje tjetër, nuk është e rëndësis ose mas rëndësis kapitale, se sa që futbolli nëse Kosova do të ishte kualifiku në kampionat botëror. Edhe pse edhe antarësimi vetë në UEFA, FIFA ka qenë shumë ngjarje e madhe. Në aspektin institucional, natyrisht, në aspektin institucional. Por në aspektin... Vendimi gjë në 2010 ka qenë i rëndësishëm. Ka pasur ngjarje të rëndësishme. Ka pasur ngjarje të rëndësishme, por në aspektin e reprezentimit publik që i nje bota më pastaj. Ose në judo, le të themi, ndonë se judoja e futbolli kanë drejtë të popularitet. Natyrisht. Natyrisht për arsyet e njohjes, për shembull sporti judot, sado që është i popularizun, futbolli prej sporteve është numër 1 në botë. Do me thonë, edhe impakti në futboll është tjetër dimenzion, është edhe politik, është edhe ekonomik. Po, duhet vazhdoj pak me këtë energjin që thate keni vrejt në shesh, në rrugëve. Mos është edhe e mundur që